Falënderimet tona I takojnë Allahut, Zotit Gjësis, vetëm ai meriton të adhurohet dhe t'i përkulen gjithë krijesat. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe I dërguar I Zotit, të cilin Allahu na e çoi me Kur'an, na dha si harikin lajmin e mirë, që Kur'ani është fjalë e Zotit dhe vetmja fjalë që të udhëzon, që të drejton, që të shpëton në jetën e kësaj bote edhe në ahiret. Mëshirë Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mëshirë Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. O vëllezër dashur, besimtar dhe ju besimtare, Allahu ju mëshiroft dhe ju bekoft gjithë. E përmendëm një ajet të Kuranit, duke marrë shkas nga I hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili e ka pyet një herë pejgamberin Xhibril. A ke qesh në herë, thot në vetet tatë? Xhibrili Allahu mëshiroft alayhi salam I thot po. Kam qesh me njeriun I cili I lutet Zotit dhe thot, o Zot, më jep rahat lek në dynjë, ti je sa më rahat. Në I kohë kur thot dynjaja nuk është kriju për rahat lek. Sepse është provizore, është e përkohshme. Pra është kriju për vështirësi, për halle, për të lashe, dhe për ballimi I këtyne vështirësive, sjell dhe hap rrugën për xhennet. Edhe ajeti I cili e përmendëm bën fjalë dhe thot, ne kemi krijuar njeriun për të përballur me vështirësitë në këtë jetë. Me vështirësitë, me hallet. Dhe aty ku fillon ajo vështirësia e parë që ka njeriu në këtë jetë, ato që merren me fjalën e Zotit, kanë thonë që e para është lufta me vetveten. Betejë me veten tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, luftëtari më I mirë në rrugt të Allahut është ai I cili lufton me veten e tij. E vërtet. Se në veten e njeriut ndodhen disa luan apo tigra të tmerrshëm, që nëse nuk I manë në sundim, këta të çojnë rrezik. E sa njerëz I kanë çuar rrezik. Të gjitha aspektet. Vjen njeriu në këtë dynjë dhe ka tafmë të madhe për pasuni. Edhe ju shtrohet asaj me mish e me shpirt, derisa të marrë shpirtat e njerëzve të tjerë, duke I vrarë, duke I sakatu, duke I bombardu, me qëllim që të marrin pasuritë. Pra nuk e kanë përballu këtë luftën e parë, që është ndaj vetes tate. Edhe po të shohim sot në përbot, kudo, brenda vendit, jashtë vendit, edhe ati ku shkoj gjaku në gjumë, që morin jetat e fëmijëve, që fëmijët e tuaj të rejnë rahat atje, të jetojnë luks, këto të tjerë digjen e të shkatrohen. Normalisht e thamë që për halla kanë ardhur të ndinjo, edhe ato, nëpërmjet atij halli dhe vështirësie, I hapet xheneti. Dhe ata të cilët ja shkaktojnë, u hapet xhenemi. Ama s'kan mujt me përballu pjesën e parë të kësaj lufte, që është ndaj vetes tate. Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Thot, ne do t'ju sprovojmë ju, thot, me gjithçka, me smundje, me humbjen e vetes tuaj, me humbjen e pasurisë, me humbjen e në pemë, edhe atje do t'ju sprovoj. Bëhan me kremët, zbohan, miell, të gjitha llojet e sprovave thotë do t'i kaloni. Wa bashiris sabirin. Po ti o pejgamber thot, kallëzoju atyre besimtarëve, kallëzoju ummetit, përgëzoj thot durimtarët. Përgëzoj, wa bashiris sabirin. Jepu lajm atyre durimtarëve, sepse do të kenë Allahun xhelexhelalu nuk krahun e djathtë tyre, mbrojtësin e tyre për dynjën dhe për ahiret. Ama hallet janë pjesë